vrasja e Azemit konsiderohet si akmarrje nga Fisti Haklaj. Po. Dhe andaj nga përdoret institucioni hakmarrjes, duhet ta marrin vesh të tërë që u mor haku. Nuk bën fshehura aty. Po. Ata mburreshin aty. Që po, ne nuk do ta lëmë pa e marrë hakun. Dhe Azemi na ka falendëruar në televizion, e kam parë të tërë, që ne i kishim kërkuar, unë njoftova disa herë, e diskutonin këtë punë, ministrin e Brendshëm, i cili ishte një antar i aleancës, po kishin qenë miq me Azemi, dhe Azemi ati i kishte thënë që i ka marrë masat, e dinte ai. Pastaj dëgjuam që Azemi u trem mbasi mori vesh që Berisha ishte në valle, domethënë. E dinte dhe... Në që kuptimi ishte në valle? Kajtunës. Nuk kam thënë ndonjëherë që ka organizuar Berisha, pa ka ndihmuar. Në që kuptime ka ndihmuar, nëse mund ta shpjegoj më tepër, apo pra ka shfryzuar konfliktin mes Fisit Haklaj dhe... Po pra. Okej. Po pra. Ai e shfryzoi vrasjen e Azemit.